Të dashur miq e mikesha të Olti Curi TV, mirë se riktheheni në një tjetër takim në YouTube. Faleminderit të gjithëve. Sot kemi finalen e madhe të Big Brother VIP Albania 5. Dhe ju të gjithë pyesni kush do të jetë fituesi. Fituesi i zemrës time është këtu. E kuptoni vetë ju, dakord? Hello. Urime për fitoren. Çfarë do bësh me 100.000 euro? Të gjithë po më shkruani, hapa mesazhin e parë. Olti po censurohet, Mateo nuk po transmetohet. Po pas të dytin, po censurohet Miri, nuk transmetohet, po censurohet Selina, po censurohet Rogerti. Fansat janë më të ndezur se kur dhe kërkojnë shpëtimin në rrjetet sociale, por mos harroni, sot në darkë sa më shumë votime. Për këtë do flasim sot te Olti Curi TV në YouTube, por edhe për fermën, sepse duket se brenda në fermë po hyn, ose më saktë ka hyrë Rogerti, por ndërkohë kemi edhe një çift i cili u shpërbë. Sa u puthën, u shputhën. Sa u përputhën, u shpërputhën. Pra, ja nisim një herë për emisionin tim modest me një sigël fukaresh. Ka që kemi kushtet, ka që kemi xhepin. Okej, faleminderit të gjithëve, sidomos ju që vini më ndiqni në YouTube, por pjesa tjetër që mbetet me mua dhe bën subscribe në kanalin tim, ata kanë një super minjoje nga ana ime. Mirë pra, është finalja e Bigut sot dhe tifozëria shfryhet në rrjetet sociale, ose të paktën ajo është tifozëri që pulson dhe duket sikur ne e kontrollojmë apo e shikojmë apo e kontaktojmë, pasi shumë mesazhe vijnë tek gjithë personat të cilët apo portalet të cilët flasin apo komentojnë në rrjetet sociale. Zjarr duket tifozëria e Mateos, më pas e Selinës, e Mirit dhe e Rogertit. Mesazhet që vijnë së fundi duhet keni parasysh se janë orët e fundit të përgatitjes për Prime-in e sotëm. Në dy kanalet Big Brother 1 dhe 2 transmetohen, janë të lodhur banorët, janë momentet e fundit, janë të tërhequr dhe ju hyni në panik me njëherë sa po e çoni te kanali 1 apo 2 dhe nuk shikoni banorin tuaj të preferuar. Shumë prej tyre janë duke bërë gati valixhen, një tjetër është duke folur tek dhoma e rrëfimit, një mund të jetë psikologu, një tjetër është duke kërkuar diçka po shtirur tek dhoma e surprizave. Kështu që në qoftë se nuk e shikoni për një moment, janë duke bërë dhe përgatitjet e fundit, kanë emocionet e fundit. Ore, ndoshta nga emocioni mund të kenë edhe shkojnë në banjë shpesh, janë gjëra që ndodhin këto. Kështu që mos kaloni në alarmim dhe menjëherë mendoni keq, po censurohet njëri apo tjetri. Unë mendoj se është në të mirën e produksionit që të transmetohet videot e secilit nga finalistët, sepse secili prej tyre ka rrëmbyer zemrën e publikut. I urojmë fituesit që të ketë një rrugë të gjatë. Të ketë një rrugë të gjatë dhe të kujtohet gjatë e më gjatë pas finales së Bigut, masi të përfundoj Bigu, aty është sfida që të kesh sukses, të kesh punë, të kesh karrierë, të kesh para dhe të kesh jetë gjatësi në zemrat e publikut. Mirë, folëm për Bigun dhe e mbyllëm sot, do e ndjekim Prime-in me veshët hapur për parë surpriza dhe spektaklin e përgatitur. Por, nga ana tjetër, duket se ka filluar një agresivitet i papar që po na kujton formulën e Bigut brenda tek ferma VIP. Në qoftë se do i mbyllim syt dhe nuk do shikojmë me vëmendje, por do dëgjojmë zërat, ritmet e sherrit, ulërimat, frekuencat në tone të larta të personave aty brenda, do mendojmë sikur Rogerti doli nga Bigu dhe ka hyrë te ferma si lojtar rezerv. Po në fakt nuk është Rogerti, por është Ilir Shaqiri, balerini dhe koreografi i njohur, fituesi i Bigut të parë VIP në Shqipëri, është e ferma dhe duket se strategjia e tij është pikërisht me të bërtitura, me provokime, me agresivitet. Madje ai ka bërë më shumë se Rogerti, nëse jemi ankuar nga Rogerti te Bigu, Big Brotheri në Top Channel, në Vision Plus te ferma VIP po ndodh më shumë. Ato kanë kapur, kanë mbajtur fizikisht dhe kanë detyruar të gëlltis një cop pule Mimoza Ahmetin. Ka qenë ai djali nga Kosova, këngëtari, harrova emrin tani, Ardioni, se shumë prej tyre nuk ja di emrave të ferma, me thënë të drejtën, dhe Ilir Shaqiri që kanë patur një sulm të mirëfillt fizik drejt Mimoza Ahmetit. Mimoza Ahmeti e ka kapërdirë gjithçka, ka thënë është gjithçka okay,
Dhe këtu është dhe gabimi Mozës që nuk ka denoncuar të dhoma rrëfimit që të paktën prekje fizike mos ketë. Ilir Shaqiri ka qenë ai që dhe e shtyu dhe hodhi në pishin Mozën dhe duhet themi që Moza ka një farë moshe dhe këto lojra tolerohen deri në një farë pike. Do thoni ju e ka toleruar Moza kështu që mbyllë gojen. Okej, por ndonjëherë personi brenda nuk e kupton mirë se si po e ka përdin dhunën dhe në sytë e publikut këto veprime janë të dhunshme dhe sado që të bëhet fjalë për një lojë, përsëri ka penalti për personazhin i cili është duke i bërë. Dhe personazhi në fjalë është Ilir Shaqiri. Nuk ai deklaroi që do e nxjerr Mozën nga vetja dhe ndoshta është pikërisht kjo që ka tentuar të bëjë gjatë gjithë kohës brenda shtëpisë fermës, brenda fermës VIP. Ndërkohë nga ana tjetër, debatet kanë qenë të forta pikërisht me dy personazhe ekscentrik, me Mozën, që nuk po ja dalin dot, dhe me Ermiona Lekbellon, që foli sa të duaç, por prap këmbgul. Në qoftë se Ilir Shaqiri po merret hap pas hapi me Moza Ahmetin dhe ka vendosur që ta nxjerrë nga vetja, personi tjetër që po merret me Ermiona Lekbellon është Klodi. Klodi është piktor, është një personazh i cili nuk njihet shumë, por megjithatë ditë pas dite po fiton famën tek ferma VIP dhe po bëhet i famshëm. Është qepur shumë Ermionës Klodi, është qepur shumë Iliri Mozës. Dhe bëhet fjalë për një luftë jo si gjithmonë kur ka ndodhur luftë brezash. Zakonisht që brez over 40 merret me më të rinj, 20 deri 35, por kësaj radhe lufta po ndodh mes brezit të saktuar. Le themi që Ermiona, Klodi, Iliri dhe Moza janë nga 45 e sipër dhe luftën e kanë me njëri tjetrin. Me sa duket janë aty për të luftuar dhe për të marrë fronin e njeriut personazh, njeriu të ditur, njeriu që kanë bërë gjëra në jetë dhe duan që një ditë të vi momenti dhe të jenë vetëm ata dhe të rinjt brenda në fermë dhe thënë e dini dikur unë bëja kështu. Këtë rol për momentin e ka marrë Moza Ahmeti dhe ka fituar përgjithshmëri shumë të madhe në publik, por me sa duket për këtë xhelozohet shumë dhe këtë rol po ndëron Ilir Shaqiri. Nga ana tjetër është edhe Ermiona që nuk të lëshon fare pe dhe po kthehet në personazh simpatik me mënyrën e saj të drejtë për drejtë. Dhe kjo po sulmohet pikërisht nga Klodi. Lufta është midis të njëjtës moshë, por me zgjinive të ndryshme. Si rrallë herë nuk po luftojnë femër, mashkull, por mashkull-femër dhe mashkull-femër. Sidoqoftë, aty brenda është një reality show dhe të parët që duhet ankohen te dhoma rrëfimit apo që po pësojnë dhunë janë vetë personazhet aty. Dhe deri në momentin që Moza nuk është ankuar, por po vazhdon lojën e saj duke e toleruar lojën edhe me prekje fizike të Ilirit, atëherë të riqemi, sepse është ajo që duhet kërkojë ndihmë dhe më pas të merret produksioni me Ilirin. Po ashtu edhe Klodi që i tha Ermiona Lekbellos të ikën koka. Është thënë më pak në reality show të tjera dhe njerëzit kanë dalë, konkurrentët kanë dalë me zarf të zi. Nuk e di nëse do të ketë një zarf të zi kësaj radhe për Klodin që i tha një shprehje shumë të rëndë Ermiona Lekbellos.